Nëse ti dënohesh për krime lufte, për krime kundër njerëzimit, atëherë kjo të bën kriminal lufte. Prandaj lexova dhe pikërisht dhe nuk ka rëndësi më viti. Ka rëndësi, prandaj ka rëndësi akuza. Dhe çfarë bën tash? Në të kundërtën e bën prokuroria. Pra ajo vendos vitet në mënyrë që mos merresh me akuzën. Po ku janë këto krimet kundër njerëzimit? Ku janë këto krimet e luftës? Ku kanë ndodhur? Pra të gjitha janë bërë mbi dëshmi të rreme, të gjitha janë bërë mbi gjëra falso. Aktualisht në fjalën e saj prokuroria përmendi një dëshmitare, ajo është gruaja e një serbe, dy serbëve, babë bir, dhe në dëshminë e saj gjatë këtij procesi, vetë dëshmitarja e cilën prokuroria e përmendi si bazë në ngritjen e kësaj akuzë, në këtë akuzë, dje ka pranuar që i biri dhe i shoqi i saj kanë qenë paramilitar në luftë. Kanë qenë paramilitar. Po, kanë qenë të angazhuar në forcat ushtarake serbe si paramilitar. Pra, në momentin që ti e mbulon këtë, pra kemi të thua krime lufte ndaj kujt? Ndaj një paramilitari. Pra si që mund të quash krime lufte ndaj një personi që ka veshur uniformën? Një person që ka veshur uniformën nuk hyn te krimet e luftës. Duhet ta tikoj ajo, në rast se ti e ke vrarë një person që ka veshur uniformën, e ke vrarë pasi e ka arrestuar atë, pasi e ka kapur atë të gjallë, dakord, ajo mund të jetë krim, por nuk i përket kësaj gjykate ta gjykojë atë. Nuk janë krime lufte civile. Pra janë krime ushtarake, vepra penale ushtarake, të cilat nuk hyn te krimet e luftës në atë moment. Është te keqtrajtimi i të burgosurve, pa ishi burgosur lufte prap ka nenë të tjera, ligje të tjera dhe kjo gjykat nuk e ka kompetencat. Për këtë arsye jepet viti më shumë në mënyrë që ti të fokusohesh te vitet dhe shmangesh te akuza dhe si erdhëm të akuza. Pra të mangesh te parimi i bazë, si erdhëm të këto akuza. Pse u ngritën këto akuza? E dyta ka të bëjë me çështjen e kohore të kësaj gjykate. Prokuroria vendos dhe më vjen keq që gjithë grupi i avokatëve nuk e kanë kundërshtuar këtë a priori në parim. Akuza ndaj personave bëhet nga data 1 janar e vitit 1998 deri në 30 dhjetor të vitit 2000. Pra më kuptoni. Dhe tash më thot 1 janar 98 deri dhjetor 2000. Pra 98 2000. Po, këta 4 zotërit ju shifni janë antarë të shtabit të përgjithshëm prej datës 10 qershor 1998. Për arsye se shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës është themeluar më 10 qershor të vitit 1998. Nga 1 janari i 98-s deri në 10 qershor të 98-s nuk kemi pasur shtab të përgjithshëm. Kemi pasur një shtab kolegjal në cilin bënin pjesë të gjithë grupet, sepse deri në këtë kohë UÇK-ja kanë funksionuar me grupe të armatosura zonale. Pra çdo zonë, çdo krahin kishte një grup të vetin. Në Llap ekzistonte Zahir Pajaziti, në Drenicë ekzistonte Adem Jashari, në Gjakov ekzistonin Haredinat edhe të tjerë, pra kishim dy grupe atje dhe komandantët e këtyre grupeve të organizuara dhe të themeluara pas tërvitjeve në Shqipëri në 91-shin kishin krijuar një shtab. Dhe ky shtab quhej shtabi kolegjal, pa jo shtabi i përgjithshëm, ku merrnin pjesë këta komandantët e këtyre grupeve dhe binin dakord si për të bërë veprime të përbashkëta ose gjë tjetër. Kjo ishte. Ndërkohë në 10 qershor, po, dhe ky shtab nuk kishte fuqi mbi grupet në veçantë. Kurse ky shtab 80% e këtij shtabi u eliminua nga viti 1997 deri në mars të vitit 1998 kur u vra edhe Adem Jashari bashkë me familje. Eti. 80% e këtij shtabi, ta themi si shtab, këtij shtabi organizativ u themelua pra. Dhe gjithë komandantët e këtyre grupeve u asgjësuan. Dhe nga marsi 98-s deri në qershor të 98-s, Ushtria Shqiptare e Kosovës, pra ato grupe që ishin grupe të armatosura që mbetën pa kokë. S'kishin më kokë, komanduese, sepse edhe komandat e këtyre grupeve u vranë. Në 10 qershor 1998 këta persona, këta 4 themelojnë shtabin e përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në 10 qershor 98 shtabi i përgjithshëm themelohet mbi baza të profesionalizmit. U sollën oficer shqiptar të Kosovës, cilët kishin mbaruar akademitë ushtarake në ish Jugosllavi dhe kishin edhe eksperiencë lufte në Kroaci dhe në Bosnjë kundër forcave serbe. Pra këta u bën antarë të shtabit. Dhe detyrat kryesore të shtabit, që ishin detyra operacionale, ju lanë këtyre oficerëve. E qartë. Dhe faza e parë, pra kemi akuzuar nga janari deri në qershor këta s'kan qenë. Dhe ti akuzon për një periudhë në cilën nuk kanë qenë. Tash nga qershori i vitit 1998 që u themelua shtabi i përgjithshëm, në qershor të vitit 1999 mbaroi lufta. Është një vit kohë.
Për një vit këta kanë qenë antar, po të plot, pjesërisht kanë qenë antar të shtabit përgjithshëm. Dhe pse them pjesërisht? Sepse në prill, me datë 1 prill të vitit 1999 është themeluar qeveria e përkohshme e dalë nga marrëveshja e Rambujës. Në 1 prill 99. Dhe në 1 prill të 99-s, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi nuk ishin më antar të shtabit përgjithshëm, po ishin antar të qeverisë. Vetëm Recep Selimi mbeti antar i shtabit përgjithshëm sepse ishte prej themelimit. Edhe deri në fund, Recep Selimi ka pasur detyrën e krye inspektorit të përgjithshëm të shtabit përgjithshëm. Kjo ka qenë detyra e tij. E qartë. Dhe në fund të qershorit, me datë 20 qershor të vitit 1999, Ushtria Shqiptare e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje me KFOR-in dhe me NATO-n për demilitarizimin e UÇK-s dhe për shpërbërjen e UÇK-s dhe kthimin e saj nga Ushtria Shqiptare e Kosovës në forcat në TMK, trupat e mbrojtëse të Kosovës. Pra, deri në 98, deri në fund të qershor të 99-s ka ekzistuar UÇK-ja. Këta akuzohen deri në dhjetor të 2000-shit, pra akuzohen edhe për një vit e gjysmë më shumë, ndërkohë që UÇK-ja nuk ka ekzistuar në të një vit e gjysmë më shumë. Në rast se këta i kanë bërë këto krime që kjo thot pas luftës, këto krime i kanë bërë në emër të qeverisë përkohshme, jo në emër të shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Ndërsa këtu akuza ka të bëjë me shtabin e përgjithshëm dhe gjatë gjithë kohës prokuroria ka ngulur këmbë te shtabi i përgjithshëm Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe te Ushtria Shqiptare e Kosovës. Pavarësisht se prokuroria për shkak të, unë besoj, të nivelit të tyre literal dhe ignorant që kanë prokurorët, janë totalisht ignorant, në një aspekt, në një moment thoshte që nuk kemi punë me UÇK-n, po kemi punë me individët. Pastaj, pa kaluar 10 sekonda, thoshte që të gjithë personat e ndaluar i ka ndaluar UÇK-ja. Po në momentin që ti s'ke të bësh me UÇK, nuk mund thuash që i ka ndaluar UÇK-ja. Pra, po kërkon të vërtetoj përgjegjësinë komanduese që këta kanë përdorur UÇK-n, po këta mund të kenë përdorur individ të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, po jo Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pra ti mund ta përdorësh një individ. Ai individi mund të të vitë në emër të UÇK-s, por ti nuk mundesh të bësh një akuzë që arrestimet i ka kryer UÇK-ja, jo. Në rast se do të mbetemi të akuzat individuale siç pretendon prokuroria, atëherë ti duhet ta kalosh në mënyrë individuale dhe s'ke punë me UÇK-n. Pra ti duhet të thuash në çdo moment që kanë shfrytzuar UÇK-n, por kjo nuk është në asnjë moment. Në akuzën kryesore thoshte që tha që personat e ndaluar i ka ndaluar Ushtria Shqiptare e Kosovës. Dhe pastaj tha që ne s'kemi gjë me UÇK-n. Po ti në këtë moment kemi UÇK-n. Pra gjithë puna është te UÇK-ja. Të godasim UÇK-n si një organizatë kriminale. Po pravavia e goditjes së UÇK-s është drejton. E para këta persona që janë akuzuar janë firmëtar të marrëveshjes së Rambujës. Që do thotë marrëveshja e Rambujës që është bërë në Francë në 99, në mars të 99-s, e cila solli edhe bombardimet e NATO-s kundër Serbisë, për shkak se Serbia nuk e firmosi marrëveshjen e Rambujës. Marrëveshja e Rambujës në aspektin e vet politik, po ta shohësh vetëm në aspektin politik, marrëveshja e Rambujës është një goditje e madhe për Kosovën, është një tradhti në aspektin e saj, po ta marrim thjesht dhe literalisht në atë çfarë kemi firmosur. Këta zotëri që kanë firmosur marrëveshjen e Rambujës, në aspektin historik vetëm të marrëveshjes, po të lexosh marrëveshjen është tradhti, sepse marrëveshja e Rambujës e parasheh Kosovën si pjesë të Serbisë. Por duke qenë se Serbia nuk e firmosi marrëveshjen e Rambujës, NATO mori vendim që ta sulmonte Serbinë vetëm për këtë shkak pse nuk firmosi marrëveshjen e Rambujës. Pra nuk hyri NATO se u dashurua me shqiptarët, dhe nuk hyri NATO në luftë me Serbinë pse i tham neve. Jo, hyri për shkak se Serbia nuk pranoi të firmoste marrëveshjen. Sepse NATO në Rambuje ja ofroi Kosovën Serbisë në pjatë të argjend. Dhe pasi ja ofrojnë pjatë argjend, Miloshi nuk pranoi. Problemet e tij nuk e di se dhe, pra shancion që Miloshi nuk pranoi, atëherë ata sulmuan Serbinë nga inati që Miloshi nuk ju pranoi atyre Kosovën si ofertë. Se ju afruan Kosovën totalisht. E qartë. Kjo ka ndodhur. Dhe në momentin që ti i akuzon këta persona dhe i dënon këta persona për krime lufte, krime kundër njerëzimit, atëherë nga ana ligjore ti i jep ligjërisht dhe moralisht të drejtë Serbisë që të thotë, justifikojë që ne nuk e firmosëm marrëveshjen e Rambujës sepse ne e dinim që këta ishin kriminalë dhe krim lufte. Pra ti justifikon dhe në një të ardhmë të afërt i jep mundësinë ligjore në këtë aspekt që të thonë që të akuzojnë NATO-n që ka bashkëpunuar me kriminalët, pra juve keni ndihmuar kriminalët dhe të kundërshtojnë në gjykatën ndërkombëtare, po të Hagës, gjykata ndërkombëtare, jo kjo pra, gjykata ndërkombëtare e Hagës,
të kundërshtojnë njohjen e pavarësisë të Kosovës, sepse juve keni nëpërmjet kësaj, sepse thoni që juve keni njohur juve keni njohur pavarësinë dhe pavarësinë e kanë shpallur sepse këta janë edhe sepse kjo është më bëj, këta janë edhe shpallës të pavarësisë. Pra, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli janë shpallës të pavarësisë të Kosovës. Pra, pavarësinë e kanë shpallur këta kriminalë që ju keni dënuar. Dhe si të tillë, kjo pavarësi është e pavlefshme se është shpallur nga njerëz të dënuar për krime lufte, dhe këto krime këta nuk i kanë bërë pas shpalljes, po i kanë bërë para shpalljes. Pra jep mundësi ligjore të kundërshtojë në gjykatë pavarësinë, shpalljen e pavarësisë të Kosovës. Dhe mbi gjitha këto, ç'a bën? Jep mundësi Serbisë që të thotë që, siç po e shihni, pra justifikohet thotë që në Kosovë ka pasur luftë civile, sepse shqiptarët kanë vrarë njëri tjetrin dhe shqiptarët kanë vrarë serbët që jetonin atje. Dhe neve ndryhim ushtarakisht për të ndaluar këtë luftë civile. Pra justifikojnë e qartë. Gjithë masakrat dhe gjithashtu. Dhe në një aspekt kjo prokurori është vënë e gjitha në shërbim të Serbisë, sepse prokuroria gjatë procesit dje përmendi dhe thoshte dhimbja një nëne që ka humbur burrin dhe djalin. Për këtë serben që burri dhe djali kanë qenë paramilitar. Po mirë, pyetja lindë thjesht. Aktualisht shqiptarët janë 1500 shqiptarë të zhdukur, të cilët nuk dihet se ku janë. Ndërta janë 500 fëmijë, po të zhdukur, që nuk dihet se ku janë. Po nënat e këtyre shqiptarëve, po nënat e këtyre fëmijëve. E qartë. Ndërkohë që është pranuar që këta shqiptarë i kanë marrë paramilitarët dhe forcat ushtarake serbe. Është pranuar që këta ndodhen në përvarreza masive në Serbi, po Serbia nuk i jep. Pra këta paramilitar, burri dhe djali i kësaj të cilës prokuroria përmendi, kanë marrë pjesë në grabitjen e këtyre shqiptarëve të cilët janë zhdukur. Dhe tash duhet na dhëmbi më shumë ky serbi që ka vrarë, që ka marrë këta grabitur këta fëmijë, se sa ta dhëmin fëmijët tanë që këta i grabitën, dhe ne duhet paguajmë për këta që kanë marrë pjesë, që na kanë vrarë. Pra, ky është gjithë qëllimi i kësaj, që lufta, që historia të degenerohet dhe të na barazojnë neve me Serbinë. Po si thash nuk na barazojnë dot, sepse një serb i vrar me 300 fëmijë të 500 fëmijë të zhdukur nuk është i barabartë. Le ta bëjnë si të duan, le ta shpojnë si të duan. Pra kërkojnë të zhbëjnë historinë, kërkojnë të godasin bazën e historisë. Krenaria sot për sot e kombit shqiptar është ushtria shqiptare e Kosovës. Në rast se juve më gjeni, kushdo tjetër, unë e ftoj kushdo tjetër, e sfidoj çdo tjetër që na dëgjon sot, të na gjejë një krenari tjetër në këto 35 vite të kësaj të ndryshimeve të sistemit. Pra kemi 35 vite që kanë ndryshuar sistemet në gjithë botën. Sistemet politike. Të na gjejë një krenari që ndihen krenarë këta shqiptarë në këto 35 vite për diçka që kanë bërë shqiptarët së bashku, sepse ushtria shqiptare e Kosovës mblodhi shqiptarë nga të gjitha trojet shqiptare për herë të parë dhe ishte vetmja ushtri e cila mbledhur arriti të çlironte të arriti objektivin e saj. Objektivi ishte çlirimi i Kosovës dhe arriti këtë objektiv. Pa është një sukses i madh dhe sollëm edhe nga diaspora, pra erdhën nga diaspora. Nuk vetëm shqiptarët, kishte nga Çamëria, kishte nga Malizi, kishte nga Presheva, kishte nga Kosova, kishte nga Shqipëria, kishte nga Maqedonia, antarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe erdhën edhe nga shqiptarët nga diaspora. Nga Amerika erdhi një batalion më vete. Dritan, është e qartë si drita e diellit që kemi të bëjmë me një komplot kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, kundër kombit shqiptar. Pyetja është, dhe kjo po ndodh mu në zemër dhe themit perëndimit. A do ta lejojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do ta lejojnë vendet shtetet europiane të ndodh kjo që ti sapo me drejt paremrove? Shtetet europiane janë pas kësaj, shtetet europiane unë mendoj që po shkojnë drejt asaj që duke i barazuar, duke dashur, por ata po ecën me mentalitetin që në rast se neve i barazojmë krimet e serbëve, me ta shtuquar krimeve të shqiptarëve, pra mendoj që të shqiptarët nuk ka krime, po edhe në ato që janë vrasje janë bërë, pra ato që kanë ndodhur dhe personat që akuzohen, për mendimin tim kush ka qenë bashkëpunëtor i Serbisë në kohën e luftës, pra kush bëhet bashkëpunëtor i armikut në momentin që armiku të ka pushtuar, të ka vrarë, të ka përdonuar popullin tënd, ai meriton të vritet. Shifni se çfarë bëri De Gaulli. De Gaulli pas luftës së dytë botërore
shkatoi 57.000 francezë. Si bashkëpunëtor të nazizmit gjatë luftës dytë botërore. Pa gjyq. Charles de Gaulle. Po Charles de Gaulle, me njëherë pas luftës. 57.000 francezë. Shkatoi. Dhe të gjithë ta për cilët akuzohet, pra këta për cilët akuzohen janë vetëm 10 shqiptarë bashkëpunëtorë të Serbisë dhe të tjerat janë serbë që kanë qenë të gjithë paramilitar dhe ushtarak serb, që kanë bërë krime. Dhe ideja e Bashkimit Evropian dhe Evropës është në rast se i barazojmë këto krime, pra ti barazojnë këto krime, në aspekt të barazojmë këto që kanë bërë shqiptarët, që për mua nuk janë krime, është veprim patriotik të vrasësh sot tradhtarin, është veprim patriotik të vrasësh sot bashkëpunëtorin e armikut. Thomas Jefferson ka thënë që pema e lirisë shpeshherë duhet vaditur me gjakun e tradhtarëve dhe të dëshmorëve, që ajo të arrit të ekzistojë. Dhe ne në këtë aspekt jemi, por në momentin që ti i barazon, atëherë e ke shumë më lehtë që ti paqtosh këto dy vende dhe ti bësh sërish bashk. Interesi i tyre është që sërish Kosova dhe Serbia të jenë bashk, ndoshta në një federat, siç ata pretendojnë, federat cilën e mori përsipër ta bënte ky udhëheqësi i madh, Luani i madh i Evropës që kemi neve për kryeministër, se që nuk e pothuajse i dështoi kjo Ballkani i hapur. Ballkani i hapur, po. Ballkani i shqyer që ai donte të bënte. Dhe kjo është ideja që të shkohet në këtë aspekt. Po Shtetet e Bashkuara dritan. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë asnjë, aktualisht nuk kanë treguar ndonjë interes në këtë aspekt. Interesi i tyre është vetëm te çështja e stabilitetit. Pra, stabiliteti politik i një vendi që është pjesë e interesave amerikane, deri aty shkojnë. Ata nuk hynë për të thelluar që kjo mund të çojë në destabilizim, sepse shqiptarët dhe serbët nuk mund të bëhen bashkë. Sërish. Nuk mund të jetojmë sërish bashkë me serbët. Mund të jetojmë fqinj, po bashkë nuk mund të jetojmë më. Sa mundësi ka dritan të ndalet ky skenar? Ky skenar ka mundësi të ndalet. Mundësia të ndalet është në dorën e popullit shqiptar në Kosovë. Populli shqiptar në Kosovë duhet ta konsiderojë këtë prokurori dhe këtë gjykatë, siç e ka konsideruar prokurorinë dhe gjykatën e Serbisë gjatë luftës, dhe të veprojë në të njëjtën mënyrë siç ka vepruar edhe me atë prokurorinë dhe atë gjykatë atëherë. Pra, populli e ka në dorë gjithçka, pushteti i takon sovranit dhe sovrani mund të ngrihet në çdo moment dhe ta bëjnë ul këtë gjykatë, të bëjnë ul ata të cilët nuk pranojnë ta zhbëjnë këtë gjykatë, të bëjnë ul kuvendin e Kosovës, pra ka në dorë të bëjë gjithçka. Siç mori armët për të përzënë Serbinë, ashtu mund t'i marrë sërish armët për të përzënë këtë prokurori dhe ata ndërkombëtarë të cilët e nxisin këtë veprim për të njollosur historinë më të lavdishme të popullit shqiptar të kohëve moderne. Dritan, të falenderoj shumë që të kishe. Faleminderit. Në këtë pjesë të dytë emisionit është bashkuar me mua politologu Merazim Koci. Zoti Koci, kënaqësi që ju kam. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit për ftesën. Do të shkojmë menjëherë drejt tek një lajm i cili ka shqetësuar mbar kombin shqiptar që lidhet me kërkesën e prokurorisë speciale në Hag. Çfarë po ndodh, zoti Koci, për ta filluar dhe për ta diskutuar në terma të thjeshtë, në ç'pik jemi? Tani, më pakta që mund të them është që ajo që jemi duke dëgjuar sot dhe dje në Hag është vërtet skandaloze. Është e habitshme, e papritur dhe jashtë çdo logjike. Prokuroria kërkon 180 vite burgim për 4 liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ndërkaq që 5 liderët ushtarak, policor, politik të Serbisë përjashton Miloševićin që ka ndruar jetë në Hag, për pastrimin etnik të Kosovës, për vrasjen e 14.000 vetave, për përdonimet, për djegjet masovike, për dëbimin e 800 deri 1 milion shqiptarëve, Haga u shqipton vetëm 90 vite. Pra ishin Nebojša Pavković, 22 vjet, Vladimir Lazarević, 15 vjet, Dragoljub Ojdanić, 15 vjet, Nikola Shainović, 18 vjet dhe Sreten Lukić, 20 vjet. Këta ishin
kreu i shtetit serb që bëri gjenocidin dhe spastrimin etnik në Kosovë dhe dënohen me 80 vite. Ndërkaq që për liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kërkohen 180 vjet burgim. Është e habitshme, po them, është e papritur, është skandal, thënë më së buti. Ndërkaq që formulimet që janë bërë këto 2 ditë në Hagë, mbase do të kërkojnë studim më të thellë për motivet, për të gjithë kësaj maskarade që është duke ndodhur. Ta zëm dje, prokuroria akuzoi Thaqin dhe Veselin, po citoj, se që nga viti 1990 kanë filluar organizimin dhe kanë shkuar disa herë në Shqipëri për të armatosur dhe për të bërë plane për sulme ndaj ushtrisë serbe. Fundi citatit. Nuk e kuptoj çfarë ka inkriminuese në këtë. Populli shqiptar në Kosovë nuk ka bërë fshehtas luftën kundër Serbisë. Ka qenë pjesë e proceseve në ish Jugosllavi, pra të shpërbërjes së Jugosllavisë, dhe lufta e shqiptarëve të Kosovës ishte vetëm njëra nga ato procese. Dhe tani shtrohet pyetja çfarë ka inkriminuese nëse Thaçi dhe Veseli kanë shkuar në Shqipëri, nëse janë furnizuar me armë dhe nëse kanë luftuar forcat e armatosura serbe. Ose ka formulime tjera gjithashtu të çuditshme, të pakuptueshme, që mendja shëndosh vështirë i kap. Ta zëm, prokurori Tiger sot para pak çastes bëri këtë prononcim, këtë deklaratë, thot, citim: Shtabi i përgjithshëm kërkonte pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdonin derisa ta merrnin fitoren e plot. Fundi citat.